Shumë. Kohëve të fundit dihet që mediat janë një faktor kyç në imazhin për çështjet e caktuara. Ndaj edhe Islami, siç duket është keq kuptuar dhe është keq interpretuar nga vetë këto media, bëhet fjalë për një rast një televizionist thotë që duke qenë si faktor kyç për media, ka ndikuar thot negativisht tek prindërit e mi. Unë kam filluar thot të falem dhe kam probleme pasi që ata shikojnë shumë televizion dhe shohin që Islami në fakt për ta duket si degradim për shoqërinë. Ata akuzojnë këtë fëmijë se ka devijuar pasi që ka filluar dhe të fal namazin. Çka do të këshillonit ju këta prindër dhe vetë këtë djalosh që gjendet në këtë pozitë? Kjo pyetje në një formë do thotë shtin edhe të gëzohesh, po në anën tjetër edhe të ndish një lloj mërzie se pse ndodh do thotë ky keq kuptim në këtë formë. Sidoqoftë unë në fillim e uroj do thotë këtë të ri i cili i është kthyer krijuesit e tij Allahut të plotfuqishëm për arsye se një nga gjërat që për të cilat Allahu i lartësuar është më së shumti i kënaqur edhe më së shumti gëzohet është kur njeriu pasi që ka qenë larg tij, pasi që ka qenë do thotë larg besimit dhe ka bërë vepra mëkate e kështu me radh, i kthehet, i pendohet, kthehet tek Allahu i lartësuar edhe pendohet. Rasti i këtij personi është një nga gjërat që më së shumti gëzohet për të Allahu i plotfuqishëm. Prandaj e urojmë këtë të ri do thotë për këtë hap të ndërmarr, edhe lutim Allahun e lartësuar që ta udhëzoj në rrugën e drejtë, ta forcoj në këtë rrugë, edhe ta bëjnë nga ata të cilët nesër kur e takojnë Allahun lartësuar, të jenë nga ata të cilët u janë falur gabimet, mëkatet, edhe kanë arritur shpërblimin e xhenetit. Kurse për sa i përket refuzimit apo kundërshtimit të prindërve për shkak se djali i tyre ka marrë do thotë një rrugë që me cilin është afru krijuesit e tij, themi se fatkeqësisht edhe si po përmendet në pyetje është duke u zhvilluar një propagandë mjaft masive në raport me mësimet islame edhe Islamin në përgjithësi. Fatkeqësisht edhe në televizione edhe nëpër mediat të cilat shkruhen e kështu me radh, jo vetëm tek ne, po në mbar botën. Prandaj edhe si rezultat i kësaj po them ndoshta deri diku është edhe normale kundërshtimi i prindërve nëse kem parasysh se çfarë kanë pasur mundësinë ata të dëgjojnë deri më tani në lidhje me Islamin edhe muslimanët. Për këtë themi se duke mos hyrë tani në shtjellimin e çështjes se pse ndodh kjo propagandë edhe pse cilat janë synimet e atyre njerëzve të cilët mundohen. Po, inshallah ndoshta do të flasim në ndonjëherë tjetër, themi se tash po koncentrohem në rastin në fjalë, themi se këtij triu është mundësia që të mundohet, do thotë, është mundësia që të mundohet ta ndryshoj këtë botë kuptim tek prindërit e tij. Me një fjalë do t'i përmend apo disa shembuj apo ilustrime praktike se çfarë do të duhet të ndërmerrte ky i ri nëse dëshiron do thotë ta ndryshoj apo ta zbus me një fjalë kundërshtimin e prindërve të tij. Padyshim ky po tregohet apo si po kuptojnë nga pyetja ka qenë një djalosh i ri, një djalosh i cili ka qenë i mirësjellshëm me prindërit e tij edhe para se të jetë në rrugën e Allahut lartësuar, do thotë para se të jetë një musliman i sinqert. Ta di tani në vazhdim se sjelljen të cilën e ka pas më herët me prindërit e tij, padyshim duhet me e shumëfishu këtë mirësjellje ndaj tyre edhe me qenë edhe më i mirë, madje më mirë të them shumë më i mirë se sa që ka qenë më herët. Për shkak se Islami e urdhëron në këtë, themi se një nga urdhrat e parë thelbësor për besimtarin është që njeriu të jetë i mirësjellshëm me prindërit e tij. Allahu i lartësuar më një herë pas adhurimit ndaj Allahut të lartësuar urdhëron do thotë që të jemi do thotë të mirësjellshëm edhe të respektojmë prindërit. Pastaj edhe një nga mëkatet më të mëdha që besimtari mund t'i shkel është do thotë që njeriu të jetë mospërfillës apo të jetë do thotë të ketë sjellje të keqe me prindërit e tij. Pastaj gjithashtu kjo formë e mirësjelljes tek ky mund të ndikojë do thotë pozitivisht tek prindërit e tij për shkak se nëse ai tregon shfaq një mirësjellje ndaj tyre, atëherë detyrimisht ata do të kuptojnë
apo do ta shohin pasojat e udhëzimit të këtij djali edhe në manifestimin të cilën e bën ndaj tyre. Pastaj gjithashtu le të mundohet ky në një formë të bashkëbisedoj me prindërit e tij, duke mos i zgjedh ato tema që janë pak më të nxehta, nëse mund të themi në një formë në lidhje me Islamin apo muslimanët në përgjithësi, po të mundohet të zgjedh disa tema cilat në një formë pajtohen, e dinaj që pajtohen edhe prindrit me ato mësime cilat Islami urdhëron apo preferon, sikurse që është fjala, po e themi pak parës folëm për çështjen e sinqeritetit, se si njeriu duhet me qenë i drejtë, pastaj çështjen e tham do thotë mirësjelljes ndaj njerëzve në përgjithësi, por edhe në gjëra tjera që detyrimisht secili njeri pa marrë parasysh, po them kushtimisht është besimtar apo nuk është besimtar, në veten e tij i ka disa cilësi të cilat në një formë janë të mira edhe nga këndvështrimi islam vlerësohen si drejta edhe kërkohet nga njeriu që ti kultivoj ato. Prandaj le të mundohet ky i ri që nëpërmjet këtyre gjërave të mundohet të ndikoj tek ata, t'u asqaroj vërtetësinë e Islamit edhe mësimeve islame në përgjithësi, se nuk janë ato që u servohen atyre nëpër media të ndryshme, për arsye se Islami është i pastër ndaj atyre akuzave të cilat i drejtohen atij e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu duhet me pas parasysh njeriu se Islami nuk e degradon njeriu në kuptimin se një njeri i cili e pranon me një fjalë Islamin apo i dorëzohet Allahut të lartësuar edhe pranon Allahun si krijues i tij edhe mundohet të jetë i përkushtuar ndaj tij, nuk do të thotë se ky njeri do të ngecë në aspekte tjera të jetës. Asesi, na e dim se urdhri i parë kuranor është që njeriu do thotë të mësoj, të studioj, të hulumtoj, do thotë të mos jetë përtas, po gjithmonë do thotë të mëtoj edhe ta kërkoj atë që është do thotë më e lartë, më e vlefshme, dhe atë domthonë gjithmonë kërkohet prej njeriu i cili është besimtar që gjithmonë të jetë në ngritje e asesi do thotë të ngec në asnjë fushë të jetës së tij. Prandaj gjithashtu duhet me e pas parasysh kët edhe me i bind do thotë prindrit e tij ky i ri se pse ai e ka ballafaqu apo e ka përqafu Islamin dhe don me qenë një besimtar i përkushtuar, nuk do të thotë se tani është një person tjetër i cili do thotë refuzon shumë gjëra apo do të ngecë në fusha tjera të jetës së tij përditshme, posaçërisht nëse është student apo është duke kryer ndonjë shkollë apo kështu me radhë, duhet të tregoj shembull në mësimet e tij e kështu me radhë, dhe mendoj se të gjitha këto do të ndikojnë që në një formë të arrijë do thotë ta ndryshoj me kalimin e kohës, do thotë ta ndryshoj botkuptimin e prindërve të tij karshi Islamit edhe muslimanëve. Allahu e di më së miri.